E vërteta për Halloweenin. Themeluesi i kishës së Satanit ishte Anton LaVey, njeriu që bashkë themeloi satanizmin si fe. Dhe ai vet ka thënë: "Dua të falenderoj prindërit e krishterë që i lejojnë fëmijët e tyre të festojnë djallin një ditë në vit." Kjo është e vërteta mbi Halloweenin. Halloween është dita më e lartë në kalendarin satanik dhe dita më e rëndësishme për adhuruesit e djallit. Dhe gjithashtu është nata me më shumë të sakrifica njerëzore në botë. Dërsa shumë njerëz e shohin si një festë e pafajshme, por në botën shpirtërore, kjo është një festë e errësirës. Bibla na paralajmëron qartë: mos merrni pjesë në veprat e errta të pabesisë, por më mirë qortoni ato. Mos u përzini me veprat e djallit, dhe s'mund të pini kupën e Zotit dhe kupën e demoneve. Kështu që, në vend që të festosh Halloweenin, më mirë shko në kishë. Festo dritën e jo errësirën, sepse Jezu Krishti tha: "Unë jam drita botës, kush më ndjek mua, nuk do të ecë në errësirë." Amen.